Vlora, një qytet me traditë të thellë patriotike dhe sportive, ka shpërthyer në entuziazëm dhe krenari pas fitores historike të kombëtares shqiptare ndaj Serbisë. Qytetarët e Vlorës shprehen të emocionuar nga paraqitja e ekipit kombëtar, duke cilësuar këtë jo thjesht një fitore sportive, por një moment që bashkon zemrat e të gjithë shqiptarëve, brenda dhe jashtë kufive. Për shumë vlonjat, fitoria ndaj Serbisë kishte një simbolik të veçantë për shkak të historisë së ndërlikuar mes dy vendeve. Megjithatë, theksi u vut eksporti si një rrugë bashkimi dhe jo ndarjeje. Ndeshja u vlerësua edhe për nivelin e lartë të lojës. Kombëtarja shqiptare tregoi disiplinë taktike, pasime të sakta dhe mbi të gjitha një shpirt luftarak që përfaqëson më së miri karakterin e një populli që nuk dorëzohet lehtë. Po, normale. Kujtuan flamurtarin që vajtëm që në orën 10 të mëngjesit. Po pse çfarë ju bën më shumë krenar, veç fitores? Veç fitore, jemi shqiptar. Edhe ndjenja patriotike? Edhe, po normale. Duke ditur historinë me... Kishte bërë e goli 2, dhe ishim më krenar. Faleminderit. Shqipërinë që fiton? Patjetër, ishte një fitore madhe, një lojë shumë e bukur mbi të gjitha dhe shpirti luftarak fitoi. Çfarë ju bën më shumë krenar, se sa loja dhe se sa fitoria, ju bën ndoshta edhe ndjenja patriotike? Ndjenja patriotike ka të vendin e vet, po jo dhe aq sa bëjnë disa që u pushtuan Beogradin e bëm. Jo. Ne lozëm një lojë futbolli, ishim më të mirë se ata, kishim më shpirt luftarak, treguam shpirtin shqiptar. Aq. Patriotizmi pastaj ka të tjera. Çdo gjë ishte e qetë, nuk është. Qetë ishte shumë e mirë. Prej ashtora do rastet me gazetarët dhe me këto. Mezi e prisim të ditë, kaq të lumtur. Po ne jemi tifoza, nuk vënë në politikë. Merremi me tifozeri, na bëhet qefi që ai që humbi penalltin fitoi. Çfarë ju gëzon më shumë se sa fitoria? Ndoshta ndjenja patriotike? Dhe patriotizmi, po ne jemi tifoz, politikën e lëmë janë. Ne këtë na intereson. Ne intereson të ecim përpara dhe Serbia nuk se na uren politika. Megjithatë, të rrojë Shqipëria fitore sa më përpara dhe inshallah sa më lart. Po si mund të mos jesh krenare për një gjë kaq të rëndësishme? Shumë krenarja kemi edhe për pjesë. Shumë fare, shumë e ndoqëm. Na erdhi shumë keq për atë golin e dytë, ai ishte gol. Por atë rastin e dytë ishte fantastike. Çfarë ju bën më shumë krenare se sa fitoria? Ju bën ndjenja patriotike që fitoi me Serbinë? Po tani, të gjitha bashkë janë ato, të gjitha bashkë. Këto janë pyetje që dihet përgjigja. Kalofshi mirë. Faleminderit. Shqipëria, po që fituam një herë. Shikojmë, sa mos harrojmë se kemi edhe dy të tjera. Si e përjetuat fitoren? Jo, por të dyja se besoj. Jo, ju si e përjetuat fitoren? Si? Mbrëm, çfarë ndjet kur fitoi? Po shikiro se unë kam një familje futbollisti, e vllai doktor Sadedinit. Po. Ndërkohë, ishte një ndjenjë patriotike më shumë, pra kishte ndjenjë patriotike? Ja, pas nise me ato interesa unë. Ndjenja patriotike, e cila gjithmonë ka pasur një vend të veçantë në zemrat e shqiptarëve, u ndes fort gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri, por gjithashtu, krenaria kombëtare duhet të shoqërohet me respekt dhe frymë bashkëpunimi mes popujve.